Përshëndetje, unë jam Filloreta, jam mësuese dhe këto janë 10 përgjigjet e mia për Yellow Talks. Si e kuptuat që mësimdhënia ishte thirrja juaj dhe ju thjesht një punë? Qysh në fëmijëri, babi ka qenë frymëzimi im kryesor, sepse kam pas edhe arsimtar, edhe gjithmonë e ka pas një qasje shumë të mirë ndaj nxënësve, përgjithësi dhe ndaj mësimdhënësve, dhe na ka vënë në pas shumë rëndësinë se sa ka pesh fjala e mësuesit tek fëmijët, dhe duke ditë se sa rëndësi dhe çfarë kthese mund t'jap në jetën e një fëmije, një fjalë thjesht e një mësuesi, atëherë mendova që kjo është thirrja ime që unë duhet të kontribuoj në këtë fushë në të ardhmen. Cili ka qenë momenti më sfidues në karrierën tuaj dhe si e ke kaluar atë? Mendoj që periudha më stresuese, më sfiduese ka qenë pandemia. Në atë kohë kisha klasën e dytë dhe ideja që ne duhet të fillojmë bëjmë diçka lindi në kokën time. Duke parë që ende mësimi online nuk ishte filluar, mendova që ta marr si sfidë në vete që të filloj unë mësimin online përmes platformës Zoom. A kisha frikë? Po. A kisha ndrojtje? Patjetër. Po mendoj që ja dolëm shumë mirë, në bashkëpunim me prindrit, fëmijët ishin shumë entuziastë dhe gjithçka ka shku perfekt. Si periudhë tjetër që muj me thonë sfidë në vete është periudha që tash jam tu e kalu, duke marrë parasysh që punoj mbi 12 orë gjatë ditës dhe frika që mos po mbetem keq ose mos po ju hyn hak nxënësve të mi, ka ndiku shumë. Ndonjëherë më ka bërë të zbrapsem nga njëri profesion ose tjetri, jam edhe si trajnere, po ashtu mbaj dhe mësim shtues dhe plotësues, përveç normal mësimdhënies ku jam duke punuar, po mendoj që kur ke vullnetin, dëshirën për të punuar, gjithçka që të duket e pamundur bëhet e mundur, dhe këtë e arri fal bashkëpunimit për krahjes së parit të burrit tim, pastaj familjes e gjithë me radhë, dhe unë nuk po dorëzohem edhe po arrit i kryj të trija në një kohë. Si arrini ta mbani çdo nxënës të motivuar, edhe kur duket sikur ata nuk duan të mësojnë? Shpeshherë fëmijët nuk arrin t'i kuptojmë atë sa duhet. Çdo fëmijë mendoj që duhet ta trajtojmë si individ. Çdo fëmijë është i veçantë në formën edhe mënyrën e vet. Nëse shpeshherë na duket që ata nuk po mësojnë, atëherë ja bëj pyetjen vetes, mos unë nuk e kam kuptuar sa duhet, mos unë nuk ja kam përshtat stilit të tij të mësimdhënies, dhe vetëm në këtë mënyrë, nëse ne fëmijët i shohim si individ dhe i mendojmë edhe anën tjetër, anën emocionale, anën sociale, besoj që secili fëmijë mundet me jap kontributin edhe me shkëlqy në atë që ai është. Qysh ja arrit ta bëj këtë? Mendoj që jam hitare e mësimdhënies bashkëkohore, përdori lojra të ndryshme, aktivitete, kuize, duke ditë që tash jam edhe autore 2 librave të edukimit përmes lojës, gjithmonë loja është pjesë e çdo ore të. Keni një histori të veçantë nga klasa që ju ka prekur më shumë dhe që nuk do harroni kurrë? Një histori shumë prekse. Para disa vitesh më ka ndru jetë nxënësja ime Simona. Mundem me thonë që ka qenë periudha më e vështirë sa i përket gjithë karrierës time. Një nxënëse e klasës 2, ende lulën më të mirë të saj të rinisë, falni, u diagnostifiku me kancer, edhe pa marrë parasysh për kundër përpjekjeve, ajo nuk ja doli. Edhe kthimi në shkollë pa të ka qenë shumë i vështirë, e kam përjetu tepër rënd, edhe unë, edhe nxënësit, por që jeta duhet vazhdoj. Janë këto situata që me të vërtet na bëjnë të kuptojmë se sa e brisht është jeta dhe nuk po ja dim shumë rëndësinë. Andaj Simona do të mbetet pjesë e jetës time gjithmonë. Çfarë ndryshimi mendoni se mund të bëjnë mësuesit për jetën e një fëmije jashtë klasës? Mësuesit janë të parët që e vrejnë çdo ndryshim në jetën e një fëmije. Ne i vrejmë kur ata janë të pasigurt, ne i vrejmë kur ata kanë mungesë vetbesimi, ne i vrejmë kur kanë probleme familjare. Thjesht jemi të parët që i vëmë re këto ndryshime, dhe mënyra jonë, qasja jonë se si drejtohemi te ata, ka shumë rëndësi se çfarë
motivimi ju japim për matutje dhe një fjalë e thjeshtë e jona ndikon shumë, besoj, në jetën edhe jashtë klasës, sepse mësimdhënia misioni jonë nuk mbaron vetëm brenda klasës, po besoj që ka edhe matutje efektin e saj edhe kur del jashtë dyrëve të asaj klase. Në një botë ku teknologjia po zëvendëson çdo shka, si ruani kontaktin njerëzor me nxënësit tuaj? E dim që këtë kohë është e pamundur që teknologjia mos të futet edhe mos të ketë ndikim, edhe qoftë në shtëpitë tona, po ashtu reflekton edhe në klasat tona. Gjithmonë mundohem që mësimdhënien ta bëjnë sa më atraktive, normalisht duke futur edhe teknologjinë brenda klasës, por mbi të gjitha e vënë në pah edhe marrëdhëniet shoqërore, dialogun e hapur, ku secili me qenë empatik ndaj njëri tjetrit, dhe kjo gjithmonë ja bëj të rëndësishme edhe nxënësve që kjo është ajo që neve na udhëheq. Sado teknologjia zhvillohet, në përgjithësi marrëdhëniet shoqërore, raportet që ne kemi me njëri tjetrin janë më të rëndësishme se gjithçka. Cili është sekreti juaj për të qenë mësuese suksesshme dhe e dashur nga nxënësit? Sekreti im për të qenë një mësuese suksesshme, besoj që është ajo që unë nuk kërkoj gjithmonë të jem perfekte, por kërkoj që të jem e pranueshme për nxënësit, e sinqertë, të jem një model për ta, të jem aty kur ata kanë nevojë, ata të ndihen të lirë mi shpreh dëshirat, emocionet e tyre, dhe të mos kenë ndrojtje që t'ja thonë mësueses. Po ashtu mendoj që i vlerësoj shumë përpjekjet dhe jo vetëm rezultatet, që besoj që është kjo pjesë shumë e rëndësishme sa i përket mësimdhënies. Jo çdo herë rezultati është gjithçka që ne dojmë, por duhet ta vlerësojmë edhe përpjekjen më të vogël të secilit fëmijë që e ka bërë për të arritur një punë të saktuar. E po ashtu edhe kjo ndjeshmëria që e kam, sepse besoj që secila mësuese e gjen veten edhe si një nënë e dytë për fëmijët, për nxënësit e saj, edhe këto janë ato që më bëjnë të jem një mësuese e suksesshme. Çfarë këshille do i jepni prindërve që duan ta përkrajnë edukimin e fëmijës së tyre në mënyrë efektive? Këshilla ime është që prindrit të jenë partner të rëndësishëm në jetën e fëmijëve, që t'i vënë re shqetësimet edhe më të vogla, që t'i festojnë arritjet, po ashtu edhe gabimet mos t'i shohin si një gjë tepër të madhe. E dim që çdo gabim është edhe mësim. Të punojnë me ta, të krijojnë rutinë, të bashkëpunojnë shumë me mësimdhënësit, sepse kur funksionon trekëndshi didaktik prind mësues nxënës, edhe rezultatet nuk mungojnë. Nëse do të keni mundësi të ndryshonit një gjë në sistemin arsimor të shkollës fillore, çfarë do të ishte ajo? Do të doja që në të ardhmen më shumë të kishte fokus në shëndetin emocional të nxënësve dhe jo vetëm në të arriturat akademike, sepse duke u marrë më shumë me anën akademike, besoj po e lëm pak në hije edhe anën emocionale të fëmijëve, e që do të na kushtoj pastaj në të ardhmen. Çfarë ëndrash dhe vizioni keni për brezin e ri që po rritet në shkollën tuaj? Vizioni im për brezin e ri është që të kenë dije dhe vlera së bashku, sepse vetëm duke i ndërthurur këto dyja mund të krijojmë individ të shëndosh. Dua të kemi një brez që beson në vetvete, që ëndron, që provon gjëra të reja, nuk dorëzohet, dhe po ashtu të jenë empatik sa më shumë në raport me të tjerë.